Se ish portieri kombëtarës e shumë skuadrave kosovare, kisha pas qef me pas një vlerësim të ndin për Aro Muriqin, edhe Aro Muriq që shohim viteve të fundit, sidomos është vendosja në kampionatin e Italisë, si duket e ka transformuar edhe ato si karakter, si personazh, si sportist, si gjithçka. Shihet më ndryshe, një paraqitje e tij krejt tjetër. Po, është një portier që ka me të vërtet shumë cilësi. Mirë po duke mos gjetë vetën është edhe të vetë skuadrat ku performonte, ajo masnej mund edhe të ishte shkaktare për mos me pas kontinuitet, se dyshime për cilësi nuk ka pas asnjëherë, mirë po tashmë që është largu nga futbolli anglez, turk dhe së fundmi tash që është arte kjo Series A, ku e ka marrë formën e tij, po ka paraqitje të mira dhe po bën tash paraqitje të mira dhe me kombëtarën i cili ka qenë decisiv në ndeshje, sidomos me 2 ndeshjet me Suedin, ku nështë edhe nga vetë ato intervenimit e tij, topi është dëbu dhe nga i dëbim është vazhdu aksioni i cili ka përfundu me gol. Pra mund të themi që edhe te porta jena tash shumë më mirë, qëndrojmë mirë, kemi edhe opcionet që vinë, edhe ata janë domethënë me potencial të mirë, kështu që e kemi një grup, mendoj që është tepër lart, shumë më lart se sa që kemi qenë viteve të kaluara, dhe po besoj që ky duhet shfrytzu, ky potencial i gjithëve dhe ta kurorëzojmë me një sukses, pra jo vetëm me këtë kualifikim në play-off, por edhe një kualifikim për botëror.